Disa nga arsyet pse gjinët hynë në trupin e njeriut. Gjinët më së shpeshti sulmojnë njeriun nga hakmarrja. Për shembull, u bën keq gjinëve, derdh ujë të nxehtë në tokë dhe ndodh që gjini të jetë në advent. Pra i ke bërë keq, tani ai të hakmiret. E çfarë mund të shpëtojë nga kjo? Duhet të thuash bismillah para se ta derdhësh ujin dhe pastaj me lejen e Zotit je i sigurt. Gjini mund të hyjë në trupin e njeriut për shkak të dashurisë. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar se çfarë duhet të bëjmë kur të zhveshim rrobat tona. Duhet të themi bismillah. Nëse thua bismillah, krijohet perdeja mes teje dhe gjinit dhe kështu ai nuk ka mundësi të të shikojë. Gjinët janë krijesa sikur ne, që kanë liri të përzgjedhjes dhe ata mund të bëjnë mëkate dhe mund të jenë të padrejtë thjesht sikur njerëzit. Dhe ata e kanë mundësinë t'i bëjnë padrejtësi njeriut që mund të ndodhë edhe pa kurfar shkaqesh, ndërsa vepronte njeriu në njërin prej 4 rasteve: në zemrim të madh, në kënaqësi të madhe, në frikë të madhe dhe në depresion të rënd, ndërsa gjendja më e mirë për njeriun, pavarësisht se çfarë i ndodh, është maturia dhe drejtësia edhe në gjendje të kënaqësisë, edhe në gjendje të zemrimit.